Eliminim i papritur për ju? I papritur. Këta janë ndeshje që zgjidhen me i gol. Më vjen keq sepse djemt luajtën mirë. Krijuan raste, duhet i shfrytëzoshim. Them që në total ka kanë ndeshje shumë më mirë e jo nëse e tyne, deri minutë 30 kena kanë shumë superior që koshin e pjesë parë ato e rriten për parë raste, për me përjashtim një rastit, ne kishim shumë raste në pjesën e parë. Pjesën e dytë e filluam me mash më tepër, luajtëm më mirë, po atë me rastet tona. I humbë, ajo është e pafalshme. Duke shënu, duke kanë port, hash një kundërsulm tillë, është gjëna. Më vjen keq për djemt, më vjen keq për tifozët që ishin në stadium. Duhet ecim para, ne është shumë të rëndësishme të hanin. Sa ndikon për vazhdimsinë në kampionat ky eliminim për fut? Jo, ne normalisht mërzitesh edhe të vjen keq, është më tepër kur ban lojë, krijon raste, por nuk ka vend për mërzi. Kampionati është fokusi jonë primar, pavarësisht se e doshim me kamulje edhe finalen e kupës, nuk e arritëm, megjithatë i them djemve të çojnë kokën lart sepse bani ndeshje të mirë, paçka se disa gjëra të vogla bajnë diferencën, ashtu siç pësu me golin, nuk duhet nollë, mund shënoshin në një pozicion tjetër, po ashtu siç na dëmtuan, ishte e pafalshme. Kur vjen puna për nga rëndësia, profesor, titulli është ajo çfarë duan shkodranët dhe në fakt sa garanton kjo vllazni për ta fituar titullin deri në fund? Sa besoni? Sa garanton dhe sa besoni? Besoj verbrisht, besoj dhe e besoj fort. Sepse kam thënë edhe herë, kam ekipin më të mirë, kam djemt më të mirë, kam djemt më luftarak, kam djemt më kamulës. Me mërzit fakti që i humën sot, sepse nuk e meritun të humshin. Ne jemi në vend parë, edhe do të vazhdojmë me majtë vendin e parë, kena objektiv më rritë. A më mere një kartonikuç profesor tek rasti? U dote, kam bërtit fort, fall, mund të ishte kartele kuqe shëmbullaj me gjithë dhe iku, u baja punë, nuk u dote që bregu për asë një moment nuk duhet ishte vete me malen në ato momente. Thash një fragment, bëni diferencë e nëshës. Profesor, pse aq pak forca mbrojtëse në atë moment? Aq pak forca mbrojtëse në atë moment. Të që duhet ta shofësh, nuk janë pak, janë gjithmonë ashtu. Janë gjithmonë ashtu me përjashtim të një gjys markimi që u dote të bëte nga Jagoja, ishte pak më mrapa, pjesa tjetër ishte vendosur okej, që ato ishte mrapa, tentoj me gjujt portin, i topi këthujmë aksidentalisht, ishte rasi, nuk është nemi, thash, më vjen keq sepse është një moment që u dote të ishim më të kujdeshëm, të ishim më të qetë në atë moment të lexoshim lojën më mirë, u dote edhe një mëndaj mrapa, gjithsesi gabum. Nën presionit e vllaznia në Elbasan? Jo, absolutisht jo. Shkojmë në Elbasan me banë ndeshjen tonë, lojën tonë. Thashun djemt kanë vite me shpinë, kanë kampionate me shpinë, nuk në kanë as pak. Profesor, ka një përgjigje për Bismarck? Jo, faktikisht sonte ose nesër do kemi një rezonancë përfundimtare dhe besoj që do të jetë me ne. Faleminderit.